Pastrim shtëpie, si thoni jo njerëz të bëjmë një pastrim shtëpie tani s'kemi ç'punë tjetër të bëjmë, mos e pyesni. Që thoni fillova nga xhamat një herë, pastaj ja pjatat që bëhen nga mëngjesi, nga dreka, nga darka o zot. Mos e pyesni. Edhe që të mos bëhen të gjitha bashkë siç ashtu, bëhen 2-3 laj, që të mos i kem të gjitha bashkë, se ma jepi në nerva. Tani bëra edhe një çik sallatë që thoni për drekës, se kisha gjell nga dje që kështu nuk duhet të bëj gjellë të paktën, një gjë e mirë është edhe kjo. Te kjo sallata kale që kemi aty në Angli, unë i hedh vetëm kri piper, pak uthull edhe pak vaj, e vë në furrë, edhe piqet edhe bëhet shumë e mirë, neve na pëlqen shumë. Pasi e përgatita dhe sallatën, pastaj pastrova një çik edhe kuzhinën, filloi radha të marr pluhurat, njërën tjetrën të gjitha këto. Nuk e dun se ku gjenden këto pluhurat, gjithmonë. Pastroni edhe pas 2 orësh është sikur s'ke pastruar. Kuptohet të fshijmë një çikë, rreth bredhit, se duke luajtur djali gjithë ditën i hedh ande këtë bien të gjitha ato pluhurat. Tani të lajmë edhe një çik vendin, pasi e fshijmë dhe e rregulluam e bëmë të gjithë. Punë e fundit është të fshijmë që të jetë e pastër e gjithë shtëpia. E mbarova edhe tualetin, është gati, edhe tani më duket se duhet të pi dhe unë një kafe, të çlodhem një çikë, e meritoje, si mendoni juve, kuptohet që e meritoj. Kafen e pi unë pasi kam mbaruar punën, jo në fillim, se po ta pi në fillim më ngelet në gryk, më duket sikur kam gjithë ato punë për të bërë dhe nuk e shijoj, që kështu kur mbaroj të gjitha punët, më shijon më shumë kafja. Nuk e di këtë ide kam unë. Çdo njeri me ato fiksimet e veta. Edhe tani në shtëpi të pastër mund të ulem të rrit të shijoj kafenime. Ciao ciao.